është nder të jem sot këtu me ju për të shënuar botimin e një vepre që nuk është thjesht edhe një libër, apo një libër, por një testament i guximit, i zvërtetës dhe i shpirtit të pathyeshëm të njeriut. Një kosovar si Radomiri është një rrëfim i së kaluarës, një pasqyrë sinqert e realitetit, si dhe një thirrje e fuqishme për të ardhmen. Radomir Dimiq ishte një emër i dalluar në politikë e në gazetari, por edhe një njeri që guxoi të sfidonte narrativat e kohës, të ngrinte zërin kur shumë kush heshti dhe të shihte Kosovën me sy dhe zemër të hapur. Ky libër përmbledh shkrimet e tij, rrëfimet dhe bindjet e tij, angazhimin dhe betejën e tij për drejtësi, të vërtetën dhe pajtimin. Radomiri e kuptoi që e vërteta shpesh nuk është e lehtë për të pajtuar me të, por pa të nuk mund të ketë pajtim të vërtetë. Ai nuk e pranoi të menduarit e ngurtë që ndonte botën të mirë dhe të keqe në fitues dhe humbës. Në shkrimet e tij ai vazhdimisht të theksonte nevojën për një narrativ të ndershme dhe të drejtë, duke kundërshtuar versionet e shtrembruara të historisë që i mbajnë gjallë si urrëtitjen ashtu edhe frikën. Ai e dinte që pajtimi nuk vjen nga mohimi i së kaluarës, por nga pranimi i sot. Po citoj, serbët duhet ta pranojnë të kaluarën dhe të mos përsërisin gabimet e sot. Shkruan Radomiri. Ai e kuptoi që ardhmja e një shoqërie nuk mund të ngrihet mbi mohimin, as mbi ndarjet etnike, por mbi përqafimin e të vërtetës dhe ndërtimin e urave mes komuniteteve. Ai refuzoi qasjen e Beogradit që serbët në Kosovë ishin të huaj, ashtu si kundërshtoi çdo përpjekje për ta trajtuar Kosovën si të ndarë e të caktuar. Ai besoi se serbët ishin pjesë e këtij vendi, sikurse shumica shqiptare, por edhe si pakicat bosnjake, turke e komunitetet e tjera. Angazhimi i tij nuk ishte i lehtë, ai pagoi çmimin e guximit të tij, u shpall tradhtor në Beograd, u sulmua nga strukturat nacionaliste, si shtetërore ashtu dhe ato parashtetërore, dhe megjithatë nuk u ndal kurrë. Ai kërkoi që Serbia të pranonte përgjegjësinë për krimet e kryera në Kosovë, që të ndalej propaganda që i ndonte komunitetit dhe që të hapeshin rrugët e pajtimit. Serbia duhet të kërkojë falje për frigoriferet me kufoma shqiptarësh për dhunimin e grave, shtonte ai. Shkrimet e tij janë dëshmi e njeriu që nuk u nënshtrua kurrë. Ai nuk e mohoi asnjëherë realitetin e dhimbshëm, por u përpoq ta ndryshonte atë. Ai e dinte që pajtimi nuk mund të ndodhë pa drejtësi dhe se drejtësia nuk është hakmarrje, por një akt përgjegjësie, qytetërimi dhe reflektimi. Radomiri besonte se drejtësia e vërtet nuk është hakmarrja, por përballja me të kaluarën, për të gjithë neve pa dallim. Ai nuk e shihte pajtimin si dorëzim, por si një rrugë drejt një shoqërie më të drejtë dhe më të bashkuar. Një kosovar si Radomiri është një përmbledhje tekstësh që na sfidon të gjithëve dhe një hap më tutje. Ai na pyet çfarë bëjmë ne me të vërtetën. A do të vazhdojmë të heshtim para padrejtësive, apo do ta ngrejmë zërin në shoqëri? Sot, ndërsa promovojmë këtë libër, ne nuk po festojmë thjesht botimin e një vepre, ne po reflektojmë mbi një rrugtim, mbi guximin e individit që te i kalon kohën dhe kolektivin e tij, mbi peshën e zbërtetës dhe detyrimin ton për të ndërtuar një Kosovë të drejtë dhe të lirë, demokratike, të zhvilluar për të gjithë qytetarët e saj. Le ta lexojmë këtë libër jo vetëm si dokument për të kaluarën, e le ta shohim si një udhërrëfyes jo vetëm për të ardhmen. Le ta mendojmë atë në të tashmen dhe për të tashmen sot dhe këtu të gjithë, sepse secili prej nesh. Për një Kosovë ku e vërteta thuhet pa hezitim, ku drejtësia zbatohet pa vonesë dhe ku pajtimi synohet për një mend. Guximi për ta thënë të vërtetën nuk është i shpeshtë, por dhe guximi për ta dëgjuar seriozisht atë, po ashtu është i tillë. Le ta dëgjojmë Radomir Dimiqin, le ta dëgjojmë të vërtetën dhe mbi të vërtetën të punojmë e të kontribuojmë për Kosovën tonë të përbashkët. Shumica e njerëzve, duke sfiduar, bëhen të guximshëm. Por përshtypja ime për Radomirin është që ky sfidon për shkak se është i guximshëm. Ju faleminderit Radomir, falë Radomire, ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrje dhe vëmendje.
Besoj se duhet të ketë qenë diku nga mesi viteve 2000, ndoshta 2 vite para shpalljes së pavarësisë, kur për herë të parë e kam takuar zotin Radomir Dimiq. Nëse nuk me tradhton kujtesa, ai erdhi në redaksinë e Kohës për të sjellë një nga shkrimet e tij të para për botim. Aso kohë unë isha kryeredaktor dhe ishte detyra ime që ta pres dhe të shoh se çfarë na ka sjellë. Dhe për mua, në kujtesën time, ai ishte një takim të i pazakont. Para meje qëndronte një serb kosovar i vendosur që publikisht të mbroj idenë e bashkëtesës së komunitetit serb me shumicën shqiptare në një Kosovë të lirë, në një Kosovë demokratike dhe evropiane. Para meje ishte një serb kosovar që hapur dhe pas një hezitim insistonte që shteti serb duhet kërkuar falje për krimet që i kishte kryer ndaj shqiptarëve dhe që kërkonte nga elita intelektuale serbe të pranojë disfatën e nacionalizmit serb në Kosovë. Ishte një serb kosovar që mbështeste një Kosovë për të cilin e dinte se së shpejti do të bëhej e pavarur. Dame i gospodo, poštovani predsjedniče vlade, uvaženi ministri, vaše ekscelencije, dragi prijatelji, ovo mi baš prija. Ovo prijateljsko okruženje koje osjećam kako pulsira. Želim vam toplu dobrodošlicu na večerašnju promociju knjige Niko Solar si Radomiri. Nisam ja baš tako dobar. Dozvolite mi da se zaista najiskrenije zahvalim Ministarstvu kulture Kosova, bez čije podrške ova knjiga ne bi još ugledala svetlost dana. Takođe i vama, gospodine premijeru, moje veliko hvala što ste prepoznali potrebu i značaj za objavljivanjem jedne ovakve knjige i to u 2 pragmatične reči. Dogovoreno, urađeno. Nema druge. Naravno, zahvaljujem se čitavom timu koji je dao sve od sebe da ova knjiga bude štampana i opremljena u najvišim knjižarskim standardima. Zahvaljujem se novinama Koha Ditore, zahvaljujem se novini Infopresu koja nažalost ne izlazi više, zahvaljujem se Ekonomiji online, zahvaljujem se Kosovi SOT, zahvaljujem se svim urednicima koji su učestvovali u objavljivanju mojih članaka. A sada slovo jedno o mojoj knjizi. O čemu govori i šta znači Niko Solar si Radomiri. Ono što sam želeo je da ova knjiga proširi prostor slobode i potkopa sve autoritarne srpske režime koji nerešen problem Kosova koriste kao sredstvo za sopstveno održavanje na vlasti. Ova sublimirana knjiga objavljenih tekstova u medijima na albanskom jeziku od 2005. do 2025. godine je zapravo moj poklič. Istinu kaži, tome služiš i to je moja ptica. To je moja antiratna biografija, moj otpor, istina, pravda, solidarnost, sloboda i nepristajanje ni na čije laži, na njihovu istinu, spinove i propagandu. U stvari, to je moja građanska dužnost prema Kosovu i zastava istine koju sam širio o jednom vremenu užasnog stradanja tokom brutalnih 90. godina zločinačkog režima diktatora Slobodana Miloševića, kao i o samom krvavom ratu i posle njega. To je moja reakcija na stravične srpske zločine počinjene na Kosovu, kao i na najveći evropski egzodus kosovskih Albanaca u 20. veku. To je moja unutrašnja refleksija na kosovsku apokalipsu, ako tako mogu da kažem, masovne likvidacije, masakri, skrivene masovne grobnice i druge bestijalnosti koje su se dogodile u toku rata. To je bio moj dug
jer mi u protivnom Kosovo ne bi oprostilo. Da sam ćuto ili se smejao ubijanjima mojih sugrađana. I kakav bi ja to bio čovek i Kosovar da prećutim i ništa ne kažem o gazimestanskom ludilu i najvećem srpskom nacionalističkom transu od čega je sve počelo. Progon, segregacija i obračun sa Albancima i njihovom društvenom i političkom elitom. Dakle, obračun sa tada svojim sugrađanima Srbije i Jugoslavije, poništavajući sva njihova prava i autonomiju. Proterati sve Albance preko Prokletija bio je paklen plan ostraćenih srpskih nacionalista i etnošovinista. Zato smo mi kao Srbi u velikom broju, zahvaljujući tom etnopodaništvu, izgubili svoj kosovski dom i dobili antidom